në vend të dorëheqjes së tij të menjëhershme, ju bëri ditur shqiptarëve se ai është i gatshëm të përdorë 83 mandatet e krimit për të mbrojtur miljardat e vjedhura prej tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Ai u bëri qartë shqiptarëve se vjedhjet monstruoze të qindra milion eurove nga Bashanaku i tij, me ndihmën e lindës Kunad dhe lindës drejtoresh e Akshit, nuk janë asgjë, janë përdorim parash dhe jo grabitje plaçkitje. Dhe për të parandaluar çdo lloj mundësie që Mirlinda e Akshit të bëhet e penduar e drejtësisë, i shpreh asaj konsideratën maksimale për mundësinë apo pasurimin e tij me qindra milion euro të Akshit nëpërmjet prestanomeve të Kunatit, të Kunatit të bashortës tij apo Bashanaku të tij dhe Ergys Agasit, Ermal Beshirit, me kompanitë e tyre si prestanome të Armand Frangut. Edi Rama duhet t'jap menjëherë dorëheqjen. Koha e narkodiktatorëve po prendon me shpejtësi. Ajo që forca Delta realizuan në një operacion të përsosur të pa parë ndonjëherë në histori, për mënyrën perfekte të realizimit kundër një narkodiktatori të rryrë të popullit të Venezuelës, ka zgjuar popujt në të gjitha vendet tjera që të ngrenë krye kundër diktatorëve të tyre. Kam besim se shqiptarët të cilën e kanë pritur siç keni pa ju, me interesin më të madh